Faleminderit edhe për ju për respektin që keni dhënë. Ajo ne komponon përpara në Radio Prishtinë gazetarë gjatë para luftës, që ne kanë larguar pi punë, unë jam marrë me libre 30 vite veç. Atëherë ka pas shumë interesant. Sepse ne kemi qenë vetëm dy. Unë me një kushire timin, Azem Zogaj që edhe sa të kësaj ditë e merrem me libër, kemi shit të qofa, se këtu ka pas serb krejt. Po kemi ditë me pas shitje të tashme. Tash është përçudi. Çka ka rrugë kështu libri, kjo është një katastrofë e madhe. Nuk besoj, ndoshta ka ndiku pak, por që vendet tjera, këtë teknologji e kanë, po ata lexojnë. Hiç më larg se Shqipëri lexohet libri. Po këtë është ti më urgjent. Ja krejt. Këtë betime Tiranës, po i përse të valet, 2 vetë kanë pytë sënë, se a di qysh, vinë e shikojnë. E dinë që nuk përshë këtu e lyp një libër, nësë është e mundë me pas krejt, të që është për mohabit. Po i në lexojmë ka pak, ma në fund, bile para thonë e të sërë, me ditë 2 fjalimi a thonë lezusit. Pa i tritë si zakonisht libra psikologjik, 33, kërë libër i shekullit, autorja që e ka shkru bëja madhkore, që libri fundit e ti, dhe në filirin, nuk, pritë kush, është për mohabit. Jo, po, para s'jo, shumë keq është, po mëra ka pas që shkja. Ja, para 30 vite, jo. Po ma s'ka ditë kush me lyp libër psikologjik para lufte, kjo vepra ka lyp. Po ja, psikologjik kjo është për tri, kjo është, po mje kesh me thë për ata që vujnë, pak, edhe atash shërona me lezu një libër psikologjik. Shka ke, s'ekziston, është qefi njerës me lezu. Po ja, me që thonë, një komunisë edhe me sot duhet me vdek. Qka me ndryshu në 70 vjetë e tepe, qka ndryshoj ma. Që të jënë përcaktu dhe që të me vdek. Po që ka, të ashti, në top list, për shqiptarëve shqiptarë, është Kadareja, Indjeri. Kadareja lypet nga njerë, po flasë në Shqipëri, pastaj Shqipëri kia Agullin, i kia shumë shqiptarë të fort. E prej Kosovarëve, romani parë që është bëtu, është libri Marsori e Nazmi Rahmanit, libri parë, edhe tani shkrujnë njerëz, se shikoj librat kështë nuk ka. Absolutisht, që temen që e merë shkriptari, a është këdhen, pavarësisht, a është për luft, a është për paqe, është dëshira e lezusit, çka e preferon ai, ose çka jo preferon dikush, vjen, kum një për qëtë liber, kum dëgju diakon televizor, për diakon televizor, po sot do kështë akoma, se që të rritë zakonisht libra psikologjik. Poezia ka ro në fund plus, nuk lexo kush poezi. E ki Visargjitin për shembull, poeti atashëm i Shqipërisë, Agulli, tani i Reri Dasit, pa i lexu ti librat e Gjenit, vetëm e ka një thonje, qeshë rëni, qeshë bota është e jotja. Po jenë në koma, në kose e linje ka pas botë, atë zonër krejt. Vetë është Shqipëria shumë pak. Shqipëria ka jesë me kohën, jesë me Evropë, jesë shqiptarë të ujtë, pak shumë. Jesë mas pari nuk dio në anglisht fare, edhe s'di shka me i folë. Jesë, je japë që aty edhe një di. Mirë arshi, po mirë është me stimulu pak lezusin, me dho këra jo, për liber, se pa liber s'ka jetë. Liber është ushqimi i trunit, edhe burimi jetës, po nuk kemë shka me bërë. Jemi edhe, kemi qenë, jo bastë, kemi qenë qështu, po tash kemi unë pak interesimin. Edhe është zoti veç, jo pas zoti, ja. Qa shikoj, post mortem, ju falënderit.